Protestat e studentëve, të cilëve ju janë bashkuar dhe qytetarët, vazhdojnë në Serbi me bllokim të rrugëve. Protestuesit kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, lirimin e studentëve të arrestuar dhe heqjen e kampit me çadra, që zyrtarët e Partisë Përparimtare Serbe kanë ngritur mes ndërtesës së presidencës dhe asaj të kuvendit në Beograd. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë njoftoi se natën mes 1 dhe 2 korrikut janë ndaluar 72 persona nga protestat, si dhe është kontrolluar identiteti 976 pjesëmarrësve. Presidenti Aleksandar Vučić ka paralajmëruar protestuesit se nuk do të lejojë bllokimin apo ndalimin e funksionimit të asnjë objekti jetik. Vučić, sipas mediave serbe, ka kërcënuar protestuesit se do t'i arrestojë të gjithë. Nuk do të lejojmë që të ndalet asnjë nga objektet jetike. Që të bllokoni Kostolacin, aeroportin, Gazelën nuk do të ndodhë më kurrë. Të gjithë do të arrestoheni, të gjithë. Mjaft më me këtë lloj keq trajtimi, shkruajnë mediat serbe. Presidenti serb zbriti ushtrinë në sheshe mbrëmjen e së martës, ku në mbar Serbinë ja regjistruar një numër i madh incidentesh për shkak të natës së tretë të bllokadës. Qytetarët dhe studentët nuk heqin dorë nga përmbushja e kërkesave të tyre. Në Beograd të shtunën u mbajt një protestë e madhe studentëve dhe qytetarëve me moton "Shihemi në Vidovdan". Pas përfundimit të protestës, ka patur përplasje ku policia ka rrahur qytetarët. Të dielën ka patur arrestime me urdhër të prokurorisë së lartë publike në Beograd në një aksion të përbashkët me pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe Agjencisë për Sigurim dhe Informim.